në këtë çast do zhvendosem edhe një herë në qytetin e Durrësit, atje ku mëngjesin e ditës së sotme ka patur një alarm për bombë, e cila supozohej që të ishte vendosur poshtë një automjeti tip Ford. Kanë qenë banorët e zonës të cilët kanë njoftuar policinë dhe tashmë do të kemi detajet e reja nga kolegja Albana Alia në një pronësim që do të kemi në këtë çast. Albana, të përshëndes edhe një herë. Ju përshëndes, në fakt rreth orë që 9 banorët e lagjes numër 4 kanë njoftuar policinë e Durrësit për një bombë partizanale e cila dyshohet se ishte e vendosur ose e lënë poshtë një makine pikërisht pa një pallati ku jetonin shumë banorë. Menjëherë në mbërritjen e vendngjarjes të forcat e policisë, grupi hetimor dhe prokuroria kanë bërë të mundë kanë konstatuar lëndë eksplozive rreth 100 gram nga ajo që kemi arritur të komunikojmë nga grupi hetimor. Menjëherë në vendngjarje kanë bërritur specialistët xhenier të cilët kanë marrë objektin për ekspertizë, ndërkohë celulari i cili ishte i lidhur pikërisht me ishte pra i palidhur dhe i pandezur pikërisht me lëndën eksplozive. Nga ajo që kemi arritur të komunikojmë nuk dihet nëse bomba ishte rënë nga ndonjë makinë pasi ishte e palidhur dhe pa aktivizuar për ndonjë kërcënim apo për ndonjë për makinë e cila ishte pikërisht e vendosur bomba. E qartë. Ndërkohë, patjetër që kjo situatë ka krijuar ankth dhe shqetësim tek banorët. Ke arritur që të komunikosh me banorët në zonë për të kuptuar diçka më shumë në lidhje me këto orë, të cilat kanë qenë, le të themi, frikësuese dhe kërcënuese për ta? Nga ju që kemi arritur të komunikojmë edhe me banorët e zonës, pikërisht në lagje numër 4, ata në momentin e parë që kanë parë bombën pikërisht të vendosur poshtë makinës, kanë theksuar që kanë njoftuar me njëherë policinë dhe kanë njoftuar banorët e zonës të cilët u kishin numër që të largohen pasi dyshohet se ishte lënë eksplozive të vendosura tek pallati i tyre. E qartë. Ndërkohë, nga kamerat e sigurisë është konstatuar diçka konkrete? Në fakt, nga që kemi arritur të komunikojmë me grupin hetimor të cilët kemi komunikuar, kanë theksuar që janë sekuestruar disa kamerat të bizneseve, por akoma nuk është kapur momenti kur është hedhur ose është vendosur bomba pikërisht në atë zonë, pasi është pikërisht lagja e hyrjes së pallatit ku ishte dhe bomba e vendosur. E qartë. Mirë, të falenderoj shumë për gjitha këto informacione që na përcollë, Albana. Ju përshëndes.